Të nderuar shikues, përshëndetje. Kemi dëgjuar shpesh kohëve të fundit termin islam politik si etiketë negative për të nxjerrë imazhin e kujdo që tenton të ndryshojë realitetin postkolonial në vendet e lindjes së mesme, Afrikës, madje edhe ata të Ballkanit. Vetë termi është shpikje koloniale që ka zënë vend në literaturën perëndimore në mesin e shekullit 20 dhe është kultivuar deri sot për paraqitur një realitet krejt kundërt të popujve musliman dhe përpjekjeve për t'u çliruar nga pushtimi kolonial. Kjo mes tjera që ka ekspozuar jo vetëm individët, por edhe shtetet me shumicë muslimane ndaj dhunës në emër të luftës kundër terrorizmit. Kësaj të fundit i ka paraprir pikërisht ky term, ky emërtim, ky spin, për të paraqitur para botës rrezikun që po i kanose demokracisë dhe liberalizmit perëndimor. Kjo hile ka zënë fill edhe në shoqërinë shqiptare në Ballkan, veçanërisht në Kosovë dhe Shqipëri, duke paraqitur çdo përpjekje për të ndryshuar regjimet e korruptuara si lëvizjet motivuara nga islami politik ose si islam politik. Analistë shumë tashmë sa kohë po trumbetojnë nëpër media për rrezikun që po mbart islami politik, ndërkohë që si në Shqipëri, ashtu edhe në Kosovë, ekzistojnë disa parti me sfond të krishterë të njohura si demokristiane. Në Shqipëri nuk është një, por ekzistojnë disa, si për shembull Partia Demokristiane e Shqipërisë, e themeluar në vitin 1991, Lëvizja Demokristiane Shqiptare, e themeluar në vitin 2007, Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar, Partia Popullore Kristian Demokrate e Shqipërisë dhe Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare. Ndërkaq që në Kosovë ekziston një parti me sfond krishter, Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, e themeluar në vitin 1990. Rreth këtij emërtimi islam politik dhe histerisë që fshihet pas të krijuar nga qarqe kolonialiste, akademikë të shumt kanë hedhur poshtë çdo pretendim që përmes termeve të shpikura tenton të jap kuptim negativ dhe destruktiv islamit si fe. Termi islam politik u fut në botën akademike nga sionisti Bernard Lewis, qysh në vitin 1976 në shkrimin e tij The Return of Islam, i cili më vonë do të shërbejë edhe si bazë për Samuel Huntingtonin, që në vitin 1996 botoi librin e famshëm Përplasja e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botror. Sipas publicistit shqiptar Redi Shehu, termi islam politik nuk është një kategori autentike e traditës islame, por një konstrukt modern i diskursit politik dhe akademik perëndimor. Shehu thekson se ekziston një standard i dyfisht pasi flitet për islam politik, por rrallë përdoren terma si krishterim politik apo hebraizëm politik. Shehu pohon se termi islam politik përdoret shpesh si etiket për të stigmatizuar angazhimin publik të muslimanëve, ndërsa pjesëmarrja e tyre në politik duhet të trajtohet si një drejtë qytetare, njësoj si për besimtarët e çdo feje tjetër. Në debatet bashkohore mbi rolin e fesë në jetën publike, pak terma kanë ngjallur aq shumë polemika si shprehja islam politik. Për disa, ajo është një kategori neutrale shkencave politike. Për të tjerë, ajo përfaqëson një etiket ideologjike që prej dekadash përdoret për ta paraqitur islamin si një përjashtim mes traditave fetare. Me zërave që kundërshtojnë këtë koncept është edhe publicisti shqiptar Redi Shehu, i cili argumenton se termi nuk është thjesht një përkufizim akademik, por një konstrukt modern që ka shërbyer për të stigmatizuar angazhimin publik të muslimanëve. Sipas Shehut, përdorimi i shprehjes islam politik nuk mund të kuptohet jashtë historisë së marrëdhënieve ndërmjet perëndimit dhe botës islame. Ai argumenton se ky koncept nuk buron nga tradita klasike islame dhe nuk ekziston si kategori në jurisprudencën apo mendimin politik islam. Përkundrazi, sipas tij, ai është produkti një diskursi modern të ndërtuar në akademinë dhe politikën perëndimore, i cili interpreton islamin përmes kategorive të shtetit modern dhe të sekularizmit evropian. Në analizën e tij, Shehu ndalet origjina e vetë termit. Ai referohet orientalistit Bernard Lewis, i cili në vitet e 70-ta dhe 80-ta përdori nocionin e islamit politik dhe më pas e lidhi atë me tensionin ndërmjet botës islame dhe perëndimit. Sipas Shehut, kjo mënyrë të konceptuarit të islamit u zhvillua më tej nga teoritë e Samuel Huntingtonit mbi përplasjen e qytetërimeve, duke vendosur islamin në qendër të një narrative që paraqiste si sfidë vazhdueshme për qytetërimin perëndimor. Për publicistin shqiptar,
Pikrisht këtu fillon problemi. Ai argumenton se termi islam politik nuk u përdor vetëm për të përshkruar një fenomen, por për të krijuar një kornizë interpretimi përmes së cilës çdo organizim publik i muslimanëve filloi të shihej me dyshim. Sipas tij, pas revolucionit iranian të vitit 1979 dhe sidomos pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, kjo etiketë u shndrua në një instrument diskursiv që lidhi automatikisht identitetin islam me sigurinë, radikalizmin dhe konfliktin. Shehu argumenton se ky zhvillim nuk ishte rastësor. Në këndvështrimin e tij, termi u bë pjesë e një gjuhe politike që ndau islamin nga fetë të tjera, duke paraqitur si një rast të veçantë që kërkonte mbikëqyrje, reformim ose kontroll. Për këtë arsye, ai e përshkruan islamin politik si një etiketë që mbart elemente të trashëgimisë koloniale në mënyrën se si prodhohet dhe përdoret dija mbi botën muslimane. Një nga argumentet qendrore të shehut është se vetë krahasimi është logjikisht i pabarabartë. Ai pyet pse përdoret rregullisht termi islam politik, ndërsa rrallë ose pothuajse kurrë nuk flitet për krishterim politik, hebraizëm politik apo budizëm politik, kur besimtarët e këtyre feve marrin pjesë në jetën publike ose ndikojnë në vendimmarrje politike. Sipas tij, ky standard i dyfish tregon se problemi nuk qëndron te pjesëmarrja politike e besimtarëve në përgjithësi, por te mënyra se si trajtohen muslimanët në diskursin bashkëkohor. Nëse pjesëmarrja politike është një drejtë themelore për çdo qytetar, argumenton ai, atëherë edhe qytetarët musliman nuk mund të trajtohen si përjashtim vetëm për shkak të bindjeve të tyre fetare. Në mbështetje të këtij argumenti, shehu i referohet një sër studiuesish bashkëkohor. Ai përmend Olivier Roy, i cili argumenton se islamizmi është një fenomen modern dhe jo vazhdimësi e drejt për drejt e traditës klasike islame. Ai citon John Esposito, i cili paralajmëron se etiketimi i çdo angazhimi publik të muslimanëve si islam politik e varfëron analizën dhe delegjitimon pluralizmin e mendimit islam. Një vend të rëndësishëm në argumentimin e tij zënë edhe studiuesit Talal Asad dhe Wael Hallaq, duke referuar Asadit, shehu argumenton se ndarja ndërmjet fesë dhe politikës nuk është një ligj universal, por produkti i historisë intelektuale të Europës moderne. Nga ana tjetër, duke u mbështetur te Hallaq, ai thekson se tradita klasike islame nuk mund të reduktohet në kategorinë e shtetit modern, pasi ajo është zhvilluar mbi baza të ndryshme juridike, morale dhe institucionale. Sipas shehut, Islami historikisht nuk e ka konceptuar fen si një çështje të kufizuar vetëm në sferën private. Ai argumenton se qytetërimi islam ka zhvilluar një model ku adhurimi, drejtësia sociale, ekonomia, administrimi publik, marrëdhëniet juridike dhe organizimi politik kanë qenë pjesë e një rendi të përbashkët etik. Për këtë arsye, sipas tij, përdorimi i termit islam politik krijon përshtypjen e gabuar, sikur politika është një element i jashtëm që i është bashkangjitur islamit vetëm në epokën moderne. Në analizën e tij, shehu vëren se kjo mënyrë e të menduarit shpesh është reflektuar edhe në diskursin publik shqiptar. Sipas tij, etiketa islam politik përdoret jo si një kategori analitike neutrale, por si një mjet retorik për të delegjitimuar pjesëmarrjen publike të muslimanëve. Në vend që të diskutohet programi politik, argumentet ose idetë e individëve, vëmendja zhvendoset e identiteti i tyre fetar, duke krijuar perceptimin se vetë angazhimi politik i një muslimani përbën problem. Shehu argumenton se kjo bie ndesh me parimet e demokracisë liberale dhe drejtave të njerëzit. Në një sistem demokratik, qytetarët nuk humbasin të drejtën për të marrë pjesë në jetën politike për shkak bindjeve të tyre fetare. Përkundrazi, pluralizmi nënkupton që individët mund të frymëzohen nga tradita të ndryshme morale, filozofike apo fetare, për sa kohë respektojnë rendin kushtetues dhe të drejtat e të tjerëve. Për publicistin shqiptar, problemi nuk qëndron te pjesëmarrja politike e muslimanëve, por te mënyra se si kjo pjesëmarrje etiketohet. Ai argumenton se shprehja islam politik ka kaluar nga një nocion akademik në një instrument retorik që shpesh përdoret për të prodhuar frikë, për të krijuar ndarje dhe për të paraqitur islamin si një fenomen të ndryshëm nga traditat e tjera fetare. Në përfundim të analizës së tij, Redi Shehu arrin në përfundimin se termi islam politik nuk përfaqëson një kategori autentike të mendimit klasik islam, por një konstrukt zhvilluar brenda shkencave politike moderne.
Në vend të këtij etiketimi, ai propozon që angazhimi i muslimanëve në jetën publike të kuptohet si pjesëmarrje politike e qytetarëve që frymëzohen nga bindjet e tyre fetare në të njëjtën mënyrë siç ndodh me besimtarët e çdo tradite tjetër. Sipas tij, vetëm një qasje e tillë shmang standardet e dyfishta dhe i trajton qytetarët mbi bazën e drejtave të barabarta e jo mbi stereotipe të ndërtuara nga një diskurs që ai e konsideron të trashëguar nga paradigma koloniale. Sipas profesorit palestinizo-amerikan Joseph Massad, autori i librit Islami në liberalizëm, termi islam politik nuk është një kategori neutrale, por një konstrukt i diskursit liberal dhe orientalist perëndimor që trajton islamin ndryshe nga fetë të tjera ose që trajton islamin si problemin kryesor. Duke mbështetur në teorinë postkoloniale dhe analizat e Edward Saidit, Massad argumenton se kjo mënyrë klasifikimi është trashëgimi e kolonializmit, e cila vazhdon të ndikojë në akademi, media dhe politikë. Sipas tij, termi islam politik shpesh bashkon në një etiket fenomene shumë të ndryshme apo paradoksale dhe krijon një imazh destruktiv të islamit si një përjashtim që duhet reformuar ose kontrolluar. Në debatet ndërkombëtare mbi lindjen e mesme dhe botën muslimane, pak shprehje janë përdorur aq shpesh sa termi islam politik. Për shumë media, qendra kërkimore dhe institucione politike, ai është bërë një koncept standard për të përshkruar lëvizjet islame që marrin pjesë në jetën publike. Por për profesorin palestinizo-amerikan Joseph Massad, një nga studiuesit më të njohur të teorisë postkoloniale dhe profesor në Universitetin Columbia, kjo kategori nuk është neutrale. Ajo është produkt i një mënyre të caktuar të menduarit, e cila, sipas tij, e trajton islamin ndryshe nga çdo traditë tjetër fetare. Në librin e tij, Islam in Liberalism, Massad argumenton se diskursi liberal perëndimor nuk e ka analizuar islamin vetëm si fe, por edhe si një objekt që duhet klasifikuar, reformuar dhe menaxhuar politikisht. Brenda kësaj logjike, termi islam politik nuk shërben vetëm për të përshkruar një fenomen, por edhe për të ndërtuar një mënyrë të caktuar të kuptuarit të islamit në sy të opinionit publik. Një nga pyetjet themelore që ngre Massad është e thjeshtë: pse angazhimi politik i muslimanëve etiketohet rregullisht si islam politik, ndërsa pjesëmarrja politike e besimtarëve të feve të tjera zakonisht nuk emërtohet si krishterim politik, judaizëm politik apo budizëm politik. Për të, kjo nuk është një çështje thjesht terminologjike. Ajo tregon se islami trajtohet si një rast i veçantë, si një fe që duhet shpjeguar vazhdimisht në raport me politikën. Massad argumenton se në shumë vende perëndimore, kur një politikan i krishterë mbështet politikat e tij mbi bindjet fetare, kjo shpesh konsiderohet pjesë e pluralizmit demokratik. Kur organizata hebraike ushtrojnë ndikim në politikën e jashtme ose në jetën publike, kjo zakonisht trajtohet si pjesë e shoqërisë civile. Por, kur muslimanët organizohen politikisht, duke u mbështetur në referenca islame, diskursi publik shpesh përdor menjëherë etiketën islam politik, duke e paraqitur atë si një kategori të veçantë dhe potencialisht problematike. Sipas Massadit, kjo mënyrë klasifikimi nuk është neutrale. Ajo është rezultati i historisë së orientalizmit dhe i mënyrës se si perëndimi ka ndërtuar për shekuj të tërë imazhin e islamit si tjetri i qytetërimit evropian. Duke u mbështetur në traditën teorike të Edward Saidit, Massad argumenton se shumë kategori që duken objektive janë formësuar nga marrëdhëniet historike të pushtetit dhe kolonializmit. Ai thekson se liberalizmi modern shpesh paraqitet si një sistem universal vlerash, por në praktik vendos standarde të ndryshme për komunitete të ndryshme fetare. Në këtë kuptim, muslimanëve u kërkohet shpesh të provojnë se janë në përputhje me konceptin liberal të fesë si çështje private. Çdo përfshirje publike e islamit interpretohet lehtësisht si dëshmi e islamit politik, ndërsa sjellje të ngjashme nga tradita të tjera nuk përkufizohen në të njëjtën mënyrë. Në analizën e tij, Massad argumenton se kjo lidhet edhe me historinë e kolonializmit evropian. Fuqitë koloniale nuk u mjaftuan vetëm me pushtimin e territoreve, ata prodhuan edhe kategori për të klasifikuar popull që sundonin. Islami u paraqit shpesh si një fe e lidhur ngushtë me pushtetin, ligjin dhe organizimin politik, ndërsa Europa moderne e përshkroi veten si mishërim të ndarjes ndërmjet fesë dhe shtetit.
Për Masadin, kjo kundërvënie nuk ishte thjesht përshkrim historik, por edhe një mënyrë për të legjitimuar e përsinë morale dhe politike të perëndimit. Ai argumenton se edhe pas përfundimit formal të kolonializmit, shumë nga këto kategori vazhduan të përdoren në akademi, media dhe politik. Në këtë mënyrë, Islami politik mbeti një term që shpesh nuk shpjegon realitetin kompleks të shoqërive muslimane, por riprodhon mënyra të vjetra të menduarit për Islamin. Masad kritikon gjithashtu tendencën për të bashkuar në të njëjtin etiket fenomene krejtësisht të ndryshme. Brenda kategorisë Islam politik futen parti parlamentare, lëvizje reformiste, organizata bamirëse, grupe konservatore, aktivist social dhe organizata të armatosura, pavarësisht dallimeve të mëdha në ideologji, objektiva dhe metoda. Për të, kjo mënyrë klasifikimi nuk ndihmon analizën, por krijon një homogenizim artificial të botës muslimane. Një pjesë e rëndësishme e argumentit të tij lidhet edhe me mënyrën se si përdoret koncepti i sekularizmit. Masad argumenton se sekularizmi liberal paraqitet shpesh si neutral, ndërkohë që në praktik ai përcakton se cilat forma të shprehjes fetare konsideron të pranueshme e cilat jo. Sipas tij, muslimanët shpesh gjykohen mbi bazën e këtij standardi, ndërsa traditat e tjera fetare trajtohen me më shumë fleksibilitet. Në librin Islam in Liberalism, Masad argumenton se nuk është Islami ai që përbën domosdoshmërisht një problem për liberalizmin. Përkundrazi, është vetë liberalizmi ai që, përmes kategorive të tij konceptuale, prodhon një imazh të Islamit si një fenomen që duhet reformuar, disiplinuar ose përshtatur me normat e modernitetit perëndimor. Sipas tij, kjo qasje ka ndikuar jo vetëm në debatin akademik, por edhe në politikën ndërkombëtare. Koncepti i Islamit politik është përdorur shpesh për të justifikuar politika sigurie, programe të reformimit fetar, ndërhyrje diplomatike dhe analiza që paraqesin botën muslimane si një hapësirë ku feja dhe politika nuk janë ndarë ende siç duhet. Masad argumenton se kjo mënyrë të menduarit e vendos Islamin në një pozitë të përhershme përjashtimi, sigur ai të jetë vazhdimisht në pritje të përshtatjes me modelin perëndimor. Për profesorin e Universitetit Columbia, një analizë më e drejtë kërkon që Islami të studiohet në të njëjtën mënyrë si traditat e tjera fetare, pa kategori të veçanta që paraqesin automatikisht si një rast problematik. Ai nuk mohon se ekzistojnë lëvizje islame me programe politike, ashtu siç ekzistojnë lëvizje politike të frymëzuara nga fe të tjera. Por ai kundërshton mënyrën se si vetëm Islami është shndruar në një kategori të veçantë analitike, ndërsa angazhimi politik i besimtarëve të feve të tjera rrallë etiketohet në të njëjtën mënyrë. Në këtë kuptim, kritika e Joseph Masadit nuk kufizohet vetëm te një term. Ajo përfaqëson një kritik më të gjerë të mënyrës se si prodhohet dija mbi Islamin në epokën moderne. Për të kuptuar botën muslimane, duhet së pari të shqyrtohen vetë kategoritë me cilat ajo përshkruhet, duke pyetur se kush i ka formuluar ato, në çfarë konteksti historik kanë lindur dhe çfarë funksioni vazhdojnë të kenë në diskursin politik dhe akademik bashkohor. Antropologu Talal Asad argumenton se termi islam politik nuk është një kategori universale, por një koncept i formuar nga mënyra moderne perëndimore e ndarjes mes fesë dhe politikës. Sipas tij, tradita islame historikisht nuk e ka trajtuar fen si çështje vetëm private, por si një sistem që përfshinte etikën, drejtësinë dhe jetën shoqërore. Asad kundërshton idenë se ekzistonte një islam fetar që më pas u shndrua në islam politik, duke theksuar se ky kategorizim e redukton kompleksitetin e traditës islame. Ai argumenton se përdorimi i këtij termi shpesh pasqyron standardet e shtetit modern dhe sekularizmit perëndimor, ndërsa kërkon që islami të studiohet në kontekstin e vet historik dhe kulturor. Në debatin bashkohor ndërkombëtar, pak terma janë përdorur aq shpesh dhe njëkohësisht janë kontestuar aq shumë nga studiuesit sa shprehja islam politik. Për dekada me radhë, ky koncept është bërë pjesë e analizave akademike, raporteve të sigurisë, diskursit mediatik dhe politikave shtetërore. Megjithatë, antropologu dhe teoricienti i njohur Talal Asad
e konsideron këtë kategori si problematike, jo sepse muslimanët nuk marrin pjesë në politikë, por sepse vetë mënyra se si është ndërtuar koncepti mbështetet mbi supozime historike dhe kulturore që nuk janë universale. Në veprat e tij më të njohura, Genealogies of Religion dhe Formations of the Secular, Asad argumenton se ndarja ndërmjet fesë dhe politikës, e cila sot merret si e mirëqenë në shumë shoqëri perëndimore, nuk është një ligj universal i historisë njerëzore. Përkundrazi, ajo është rezultati i zhvillimeve specifike të Europës moderne, të lidhura me reformacionin, iluminizmin, lindjen e shtetit modern dhe sekularizmin. Sipas Asadit, kur kjo përvojë historike europiane përdoret si standard për gjykuar qytetrimet të tjera, krijohen kategori analitike që nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht realitetin e tyre. Një prej këtyre kategorive është pikërisht Islami politik. Në traditën klasike islame, feja nuk është konceptuar thjesht si një çështje private ndërgjegjes individuale. Ajo ka përfshirë gjithashtu etikën, drejtësinë, ligjin, marrëdhëniet ekonomike, përgjegjësitë shoqërore dhe mënyrën e organizimit të jetës publike. Për këtë arsye, Asad argumenton se është e pasakt të flitet sikur ekzistonte një islam i pastër fetar i ndarë nga politika dhe vetëm periudhën moderne u shfaq një fenomen i ri i quajtur islam politik. Ai vëren se vetë emërtimi krijon përshtypjen se politika është një element i jashtëm që është bashkangjitur islamit në mënyrë artificiale. Në të vërtetë, sipas analizës së tij historike, tradita islame nuk e ka ndarë jetën njerëzore në sfera krejtësisht të shkëputura, siç bën shpesh mendimi modern perëndimor. Një nga argumentet kryesore të Asadit lidhet me mënyrën se si është ndërtuar koncepti i fesë. Ai tregon se kuptimi modern i fesë si besim privat, i kufizuar në ndërgjegjen individuale dhe i ndarë nga pushteti politik, është produkti i historisë së krishterimit evropian dhe i transformimeve të shtetit modern. Kur ky model përdoret për të analizuar islamin, lind ideja se çdo prani publike e fesë përbën automatikisht një devijim ose një fenomen të pazakontë. Asad e kundërshton këtë mënyrë të menduarit. Sipas tij, nuk është islami ai që është politik në mënyrë të veçantë, por vetë kategoria analitike është ndërtuar mbi një përkufizim shumë të ngushtë të fesë. Në analizat e tij, Asad shpjegon se shteti modern nuk është neutral ndaj fesë, siç pretendohet shpesh. Përkundrazi, ai përcakton se çfarë konsiderohet fe e pranueshme, çfarë duhet të mbetet në sferën private dhe cilat forma të shprehjes fetare konsideron legjitime ose problematike. Në këtë kuptim, sekularizmi nuk përfaqëson mungesën e fesë, por një mënyrë të veçantë të organizimit marrëdhënieve ndërmjet shtetit, ligjit dhe praktikave fetare. Pikrisht këtu, Asad vendos edhe kritikën e tij ndaj përdorimit të termit islam politik. Ai argumenton se ky etiketim shpesh nuk përdoret si një përshkrim neutral, por si një kategori që dallon islamin nga fetë e tjera dhe paraqet atë si një përjashtim që kërkon trajtim të veçantë. Në diskursin bashkohor, shumë lëvizje me orientime, objektiva dhe metoda krejtësisht të ndryshme përfshihen në të njëjtin emërtim. Partitë që marrin pjesë në zgjedhje, organizata bamirëse, grupe reformiste, aktivistë shoqëror dhe madje edhe organizatat e armatosura shpesh vendosen brenda të njëjtës kategori. Për Asadin, një përgjithësim i tillë e varfëron analizën dhe e bën të pamundur kuptimin e dallimeve reale mes këtyre aktorëve. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i argumentit të tij është marrëdhënia ndërmjet dijes dhe pushtetit. Duke u mbështetur edhe në ndikimin e filozofit Michel Foucault, Asad argumenton se kategoritë akademike nuk janë gjithmonë neutrale. Ato formohen nga kontekste historike, politike dhe institucionale. Për këtë arsye, mënyra se si përkufizohet islami në akademi, media dhe politik ndikon drejt për drejt edhe në mënyrën se si ndërtohen politikat publike ndaj komuniteteve muslimane. Asad nuk pretendon se gjitha përdorimet e termit islam politik janë domosdoshmërisht të qëllimshme ose propagandistike. Megjithatë, ai argumenton se vetë koncepti duhet të shqyrtohet në mënyrë kritike, sepse mbart me vete supozime historike që shpesh paraqiten si universale, edhe pse burojnë nga përvoja specifike e Europës moderne. Për studiuesin britaniko-amerikan, analiza e islamit duhet të fillojë nga traditat e tij historike, juridike dhe etike, e jo nga kategoritë të importuara që mund të mos përputhen me mënyrën se si vetë muslimanët e kanë kuptuar fenë e tyre përgjatë shekujve. Në këtë kuptim, kontributi i Tal al-Asadit nuk është thjesht një kritik ndaj një termi të vetëm,
Ai përfaqëson një sfidë më të gjerë ndaj mënyrës se si prodhohet dia mbi fen, sekularizmin dhe botën islame. Duke analizuar origjinën historike të këtyre kategorive, ai fton studiuesit dhe publikun të pyesin jo vetëm se çfarë është Islami politik, por edhe kush e ka ndërtuar këtë kategori, në çfarë rrethanash historike është formësuar dhe cilat pasoja sjell përdorimi i saj në analizën e shoqërive muslimane. Për Asadin, kuptimi i Islamit nuk mund të reduktohet në një kategori të vetme politike. Ai kërkon një qasje historike dhe antropologjike, që e sheh traditën islame si një praktikë të pasur morale, juridike, kulturore dhe shoqërore, e cila nuk mund të kuptohet plotësisht përmes ndarjeve konceptuale të krijuara nga moderniteti perëndimor. Studiuesi së drejtës islame Wael Hallak argumenton se termi islam politik është një koncept i ndërtuar nga moderniteti perëndimor dhe nuk përputet me historinë e traditës islame. Sipas tij, islami klasik nuk e ka ndarë fen nga ligji, etika dhe organizimi shoqëror, dhe është e gabuar të paraqitet politika si një element i shtuar më vonë. Hallak në fakt kundërshton analizimin e islamit përmes kategorive të shtetit modern dhe thekson se tradita islame bazohej në një rend juridik dhe moral, ku ligji nuk kontrollohej vetëm nga pushteti politik. Ai argumenton se termi islam politik e redukton një qytetërim kompleks në një projekt për pushtet dhe shpesh bashkon në një etiket lëvizje shumë të ndryshme. Për të, islami duhet kuptohet përmes historisë dhe traditave të veta, jo përmes kategorive të krijuara nga moderniteti perëndimor. Për më shumë se 4 dekada, shpreha islam politik është bërë një nga termat më të përdorur në analizat akademike, mediatike dhe politike për të përshkruar lëvizjet islame dhe rolin e fesë në jetën publike. Megjithatë, juristi dhe studiuesi palestinizo-kanadez Wael Hallak, një nga autoritetet më të njohura bashkëkohore në historinë së drejtës islame, argumenton se vetë kjo kategori është konceptualisht e gabuar dhe nuk arrin të përshkruaj realitetin historik të islamit. Në veprat e tij, veçanërisht në librat The Impossible State dhe Restating Orientalism, Hallak argumenton se termi islam politik nuk është një kategori që buron nga tradita islame, por një koncept i ndërtuar brenda kornizës intelektuale të shtetit modern dhe të akademisë perëndimore. Sipas tij, ky term pasqyron mënyrën se si moderniteti e klasifikon fen, më shumë se sa mënyrën se si Islami ka kuptuar historikisht vetveten. Në qendër të argumentit të Hallak qëndron ideja se Islami klasik nuk ka qenë kurrë thjesht një fe në kuptimin modern të fjalës. Për më shumë se 1000 vjet, ai përfshinte një traditë të gjerë morale, juridike, shoqërore dhe etike, ku ligji, drejtësia, përgjegjësia publike dhe jeta fetare nuk konceptoheshin si fusha të ndara. Për këtë arsye, sipas tij, nuk ka kuptim të flitet për një islam politik, sikur politika të ishte një shtesë moderne mbi një fe, që më parë kishte qenë e kufizuar vetëm në sferën private. Hallak argumenton se ndarja ndërmjet fesë dhe politikës është karakteristike e shtetit modern perëndimor dhe nuk mund të përdoret si model universal për të interpretuar qytetrimet e tjera. Në historinë islame, autoriteti juridik nuk ishte i përqendruar në shtet, por zhvilloi përmes një tradite të pasur të dietarëve, gjykatësve dhe institucioneve që vepronin me një shkallë të konsiderueshme autonomie nga pushteti politik. Pikërisht për këtë arsye, Hallak kundërshton idenë se përvoja historike islame mund të përshkruhet me kategoritë politike të krijuara nga moderniteti evropian. Ai argumenton se kur studiuesit përdorin termin islam politik, ata shpesh e shohin islamin përmes lenteve të shtetit modern, duke supozuar se çdo projekt islam duhet të synojë pushtetin shtetëror në kuptimin bashkëkohor. Një nga argumentet më të rëndësishme të Hallak është kritika ndaj vetë shtetit modern. Në librin The Impossible State, ai argumenton se shteti modern është një institucion me karakteristika krejtësisht të ndryshme nga forma tradicionale të qeverisjes islame. Ai është i centralizuar, burokratik, sovran dhe pretendon monopolin mbi ligjin, dhunën legjitime dhe autoritetin politik. Në traditën klasike islame, sipas Hallak, ligji nuk krijohej nga shteti, ai zhvillohej përmes jurisprudencës islame, e cila ishte rezultati i punës së brezave të dietarëve dhe nuk kontrolloi drejt për drejt nga sundimtarët. Kjo ndarje ndërmjet autoritetit politik dhe autoritetit juridik
përbënte një nga karakteristikat më të rëndësishme të qytetërimit islam. Për këtë arsye, Hallak argumenton se përpjekjet moderne për të ndërtuar një shtet islam përballen me një kontradikt të thellë. Shteti modern është produkti i filozofisë politike europiane dhe funksionon mbi parime të ndryshme nga ato të traditës klasike islame. Si rezultat, ai arrin në përfundimin se një shtet modern që të jetë njëkohësisht plotësisht islam në kuptimin klasik është praktikisht i pamundur. Nga kjo perspektivë, edhe shprehja islam politik bëhet problematike. Sipas Hallak, ajo krijon përshtypjen se islami është një ideologji politike e ngjashme me nacionalizmin, liberalizmin ose socializmin. Në realitet, argumenton ai, tradita islame nuk ka lindur si një ideologji për marrjen e pushtetit shtetror, por si një sistem moral dhe juridik që synonte rregullimin etik të jetës individuale dhe kolektive. Një tjetër element qëndror në analizën e tij është kritika ndaj mënyrës se si akademia moderne klasifikon shoqëritë muslimane. Hallak argumenton se shumë kategoritë përdorura sot janë produkte të orientalizmit dhe të modernitetit kolonial, të cilat e interpretojnë historinë islame përmes përvojës europiane. Kjo nuk do thotë se çdo studiues vepron me motive politike, por se vetë kornizat konceptuale janë formësuar në një kontekst historik të caktuar dhe duhet të analizohen në mënyrë kritike. Ai vëren se termi islam politik shpesh përdoret për të bashkuar fenomene shumë të ndryshme në një etiketë të vetme. Brenda kësaj kategorie futen parti parlamentare, organizata bamirëse, lëvizje reformiste, grupe aktiviste dhe organizata të armatosura, megjithse ato kanë objektiva, metoda dhe vizione krejtësisht të ndryshme. Për Hallak, ky përgjithësim nuk ndihmon kuptimin e realitetit, por e thjeshtëson atë. Në vend që islami të trajtohet si një ideologji politike, Hallak propozon që ai të kuptohet si një traditë normative. Kjo traditë nuk kufizohet te pushteti apo institucionet shtetërore, por përfshin etikën, drejtësinë, përgjegjësinë morale, marrëdhënien shoqërore dhe zhvillimin e karakterit njerëzor. Për të, këto elemente kanë qenë historikisht më të rëndësishme se sa kontrolli i aparatit shtetëror. Në analizat e tij, Hallak argumenton gjithashtu se moderniteti ka ndryshuar mënyrën se si kuptohet ligji, autoriteti dhe sovraniteti. Ndërsa në traditën islame ligji konsideroi si një autoritet mbi sundimtarin, në shtetin modern është vetë shteti ai që prodhon dhe kontrollon ligjin. Ky ndryshim, sipas tij, e transformon rrënjësisht marrëdhënien ndërmjet fesë dhe pushtetit. Prandaj, ai paralajmëron se përdorimi i termit islam politik shpesh e zhvendos debatin nga tradita e pasur juridike dhe etike islame drejt një interpretimi të ngushtë ideologjik. Në vend që ta shpjegoj islamin, ky koncept rrezikon ta reduktojë atë në një projekt për pushtet politik, duke lënë në hije dimensionet morale, shpirtërore dhe juridike që kanë qenë themelore në historinë islame. Për Wael Hallak, analiza serioze e islamit duhet fillojë nga burimet e veta historike, nga zhvillimi i jurisprudencës islame dhe nga tradita e saj etike, e jo nga kategoritë konceptuale të prodhuara nga shteti modern. Vetëm në këtë mënyrë, argumenton ai, mund të kuptohet kompleksiteti i qytetërimit islam, pa e reduktuar atë në etiketa që pasqyrojnë më shumë përvojën e modernitetit perëndimor se sa realitetin historik të vetë islamit. Në këtë kuptim, kontributi i Hallak nuk kufizohet vetëm në kritikën e termit islam politik, ai përfaqëson një kritik më të gjerë të mënyrës se si moderniteti, shteti dhe akademia kanë ndërtuar kategoritë me të cilat interpretojnë traditat jo perëndimore. Për të, sfida nuk është vetëm ndryshimi i një emërtimi, por rishikimi i vetë kornizës teorike përmes së cilës studiohet islami në botën bashkëkohore. Ishte kjo të ratë të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe i miru takofshim sërish.